Nga ana tjetër, ne vlerësojmë se roli i qytetarëve në këto momente është të qëndrojnë në të informuar, të matur dhe të mos lejojnë që debati publik të manipulohet nga interpretime të njëanshme. Zhvillimet të tilla kërkojnë qartësi dhe komunikim të papërgjegjshëm nga ana e institucioneve në mënyrë që shoqëria të mos vijë në spiralen e dyshimeve apo të propagandës së panevojshme. Vetëm përmes transparencës së drejtë dhe raportimit të balancuar mund të garantohet qetësia e shoqërisë dhe respekti i ligjit. Mesazhi përqendrohet kryesisht në stabilitet institucional. Është një vlerë që nuk duhet të cënohet nga dinamika të përkohshme politike. Hehtimi një figure politike të lartë si zonja Balluku është një proces i rëndësishëm, por ai nuk duhet të shihet si kërcënim për funksionimin e shtetit. Përkundërsi, ai duhet të tregojë se shteti së drejtës është i aftë të reagojë dhe ndaj emrave me peshë politike, duke ruajtur balancën, profesionalizmin dhe autoritetin e vet. Për Partinë e Punës së Shqipërisë, ky është një moment që duhet të shërbejë si një reflektim i thellë i kolektiv për mënyrën se si shfrytëzohen fondet publike dhe si menaxhohen projekte të mëdha infrastrukturore, dhe sa e rëndësishme është që zyrtarët të demonstrojnë standarde të larta etike gjatë ushtrimit të detyrës. Ky është një mesazh që shkon përtej një individi të vetëm dhe përfshin të gjithë sistemin administrativ. Në këtë drejtim, Partia e Punës së Shqipërisë thekson se çështja të tilla nuk duhen kontuar vetëm si raste të izoluara, por si mundësi për të forcuar mekanizmat e kontrollit, auditimit dhe transparencës në të gjitha nivelet e qeverisjes. Një shoqëri që synon drejtësi dhe barazi nuk mund të mbështetet vetëm te individët, por duhet të ndërtojë struktura të forta që parandaljojnë abuzimin, nxisin llogaridhënien dhe garantojnë që çdo procedurë publike të zhvillohet sipas kritereve të ligjit të etikës profesionale.